Një nga figurat më të njohura të ekranit shqiptar, Alketa Vesiu, është kthyer së fundmi në qendër të vëmendjes pas publikimit të disa fotove tepër të veçanta. Moderatorja u shfaq pranë Michelle, vajzës së bashkëshortit të saj nga një lidhje më parshme, të cilën Alketa e konsideron si fëmijën e tretë të saj. Prej më shumë se 20 vitesh në një histori dashurie me bashkëshortin biznesmen, Alketa është gjithashtu nën e 2 fëmijëve, Lionel dhe Nicole. Por ajo ka treguar gjithmonë se lidhja me Michelle është pajtë e fortë dhe mbushur me dashuri familjare. Në postimin e saj emocionues, moderatorja ndau disa momente të ëmbla së bashku me Michelle, duke zbuluar raportin e ngushtë mes tyre. Michelle është motra e madhe e 2 fëmijëve të mi. Për jetën dhe ëndrat e tua, që do t'jenë të mëdha dhe të bukura si dritat, grattaciellat dhe mundësitë pa kufi të New Yorkut. Jemi shumë të lumtur ta ndajmë këtë rrugtim së bashku. Na bëj krenar të gjithëve. Të duam shumë, shkroi Alketa. Po mendimi juaj cili është për këtë temë?